Vjosa Osmani, ku në qëfar pozicioni. Na thoni, qka pritët të ndodhë në atë takim, si fillim? Faleminderit shumë për ftesën. Është takimi i radhës. Pas përfundimit mandatit të zonjës Osmani Sadriu, ajo ka pas një kërkesë që të flet me qytetarët, të flet me njerëzit e Kosovës, ta kanë njerëzit kudo që janë, ka pas edhe disa udhëtime, por takimet me kryetarin e LDK-s kanë qenë edhe më herët, edhe sonte është në kuadër të arritjes së një qëllimi të përbashkët. Për modalitetin dhe për formën edhe për mënyrën se si do të arrihet një pajtim i ndërtimit të djathës në Kosovë edhe në listën e LDK-s, për këtë është çështje që vetë kryetari i LDK-s dhe zonja Osmani Sadriu do ta bëjnë me dije, sepse edhe sonte në takim, edhe kur do që ndodhin takime deri në përfundim, modaliteti dhe gjithçka që do të arrihet në pajtim, muj me konstatu që pajtueshmëria për një garë ekziston tashmë, për modalitetin edhe për formën do të bëhet me dije pasi të arrihet pajtueshmëria e plotë. Pra thoni që zoti Abdigjiku ju pra jeni takuar me zonjën Osmani, ndërkohë që u kuptua se ajo nuk do të jetë kandidatja dytë Vjosa Osmanin. Sikur të kandidohej nga Parmbram ora 11 natës ka qenë ftesa e fundit për seancë. 15:11 me paston Albin Kurti jemi të gatshëm me bisedu për një emën për mi dhënë vendit president, na kanë të gatshëm me hyjë në sallë me votu Vjosa Osmanin kandidatë. Ai kërkonte nënshkrimet për ta kandiduar dhe nënshkrimet tha që i mbanit në xhep, nuk i deponuat sipas procedurës. Kur thatë që ju keni nënshkrimet, Kurti tha i kanë mbajtur në sirtar të tyre ato nënshkrime, nuk i kanë sjellë sipas procedurës. A mund na sqaroni këtë çështjen e nënshkrimeve? Ftesa për me nominu Vjosa Osmanin si kundërkandidate, si kandidate dytë, ka ardhën fazit e vonë dhe është konfirmu nga zoti Kurti se kandidatja e nderuar zonja Hatixhe nuk do t'jetë më, por lirohet veni që LDK-ja me kandidu një kandidat të saj. A nuk ishte mundun që më herët të mblidhni të nënshkrimet për Vjosa Osmanin? Që para se ti nxjerrë të dy emra, i keni pas, por nuk i keni bërë publike, pra. Ai po thotë që i keni pas, po ndoshta i keni mbajtur në xhep. Ne nuk e kemi ditur që i keni. Nuk i keni proceduar formalisht si që kërkon procedura. Në radhë parë, ne kemi pritë që Lëvizja Vetëvendosje e ka pas për borxh, ne për pritje që me nominu ata. Në ndë, një grupi deputetëve si partner të Lëvizjes Vetëvendosje, me që janë aty edhe janë edhe në qeveri, me inicu procesin. Dhe kanë mujtë 2, 3, 5 deputet më artë LDK me lypë edhe 15 nënshkrime. Mu bo 20. Edhe mas nej me 20 nënshkrime me shku në dikun tjetër. Ju presnit ata ta bëjnë hapin, po në raport me Vjosa Osmanin. Ne kemë pritë se ka qenë kjo e pritshme për mu mri me LDK-n, sukur edhe herën e kalume. Ata nuk i kanë pas 81 vota, ne ja kemi pas 81 vota. E qartë, i kishit pra 15 nënshkrime ju për Vjosa Osmanin. Por ka folë me ne, zoti Kurti ka ne në adon 84-85 vota. A e kishit edhe nënshkrimin e Abdullah Hotit, sepse ai publikisht e ka thënë që nuk ka vot për Vjosa Osmanin? Dëgjoj, herën e kalume Abdullah Hoti nuk ka votu. Ka qenë korrekt, me sjellje, që kur thot njërin nuk votoj, marr pjesë në proces, ajo është gjysmë ndihmës, sepse Abdullah Hoti ka 9 seancë. Nuk ka dalë për seancës. A di shka do më thonë kur zgjedhët presidenti me bëk forumin, është kryesore. E qartë, vota kundër ose abstenimi është krejt legjitim. Te na funksionon kështu. Ne nuk i detyrojmë deputetet me dhonë vot me çdo kusht. Por ne lojalitetin tonë, në vendimin e shumicës e ndërtojmë, që ndrojmë bashku ne në sallë. Mandej e shoh me kemi 15 vota ajo. 15 deputet, ne 15 vota për kandidatën e LDK-s kanë garantuar, ka mund të qenë Lumir Abdigjiku, ka mund të qenë dikush tjetër, nuk ka më rëndësi. Po në rastin e Vjosa Osmanit ne 15 deputet kemi qenë me ndërtu proces bashkë. Mandatën e ka pas plot, peta kemi të parë, Lumir Abdigjiku ka pas mandat plot me përfacu LDK në një marrëveshje me Albin Kurtin për president. E nuk ka shku me bo marrëveshje për kuvend, as ka shku me bo marrëveshje për qeveri. Ka mujtë me ndodhë edhe ajo me qenë korrekt, por një president i cili jo përfaqësus i ti, jo i popullit Kosovës, i cili
Sepse ndëgjo, këtë çështje në mbi emrit të presidentit Zjarfiks, nuk e ka me shoqatat Zjarfiksve. Vjosa Osmani ka pas disa faza politike ku dash mu sjellë si Zjarfiks politik. Karshi BE-s, karshi NATO-s, karshi SBA-s. Vjosa ka ushtru rolin e Zjarfiksit politik. Sepse është dash mes palëve si përfaqësuese e pranueshme me ndërhyj. Nuk përdojnë Zoti Kurti këtë rol të Vjosa Osmanës. Ky ka qenë aja që ne e kemi pas. Përdojnë këtë rol. Kështu e keni lexuar ju këtë simbolikën me Zjarfiksin? Jo, aja ka po me veprim, aja ka hek. Se ka dhonë ma nominimin, së shbo sponsor politik. Ka dash Lauk Konjufësën me që aty se siguri, ma vonë e ka largu, e ka nominu edhe doktoreshën e nderume Feride Rushiti, që vjen nga një organizatë cila ka trajtu probleme dhe plak të shoqënisë Kosovës. Është shumë e vërtet. Por jo dikant profilit të Vjosa Osmanit. Profili Vjosa Osmani ka me të qenë kjo, po ka pasë edhe tjerë profili Vjosa Osmanit që kanë shkojnë ushtrojnë rolin e përfaqësuesit dhe garantuesit. Kjo është dallim i masë. Të ne mendojnë që presidenti o pushtet. Jo, presidenti është përfaqësues edhe garantues. Nuk ka pushtet. E qartë. Diskrecion. Pse më kalon mu pa prokuror të shtetit që 3 vjetë? Si e sheni ju këtë? Sepse prokurorin e zgjedh këshilli prokurorial në Kosovë. Si e sheni këtë? Nuk e zgjedh, se Zoti Kurti tha nuk më pëlqen emri mu. Po atëri shërbeu Zonja Osmani, duke mos ne kem prit dekretuar. Ose pse ambasador duhet më politizu? Zonja Osmani a e ruajti pavarësinë e sistemi gjyqësor duke mos dekretuar Zotin Jusufaj për krye prokuror apo i shërbeu Kurtit? Me që nuk i pas ka pëlqyer emri Kurtit. Kjo për mu ka qenë edhe te rasti i Valete Dakës në KQZ. Roli i presidentit Republikës, presidentës në këtë rast u konë me garantu pa anësi, sepse në mirë besim dhe pasi që të verifikohet, Këshilli i Drejtësisë, Këshilli Prokurorial, KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, del kryetari i KQZ-s ty të thotë, është mirë me qenë 3 ose 5 kandidat më votu jo ma shumë. Kush është ai? Cila është drejta ti? S'ku zanaj me dalë me politizu, s'ku zanaj me folë, a i do të me një këshyrë punë dhe veta. Punë dhe veta është do të ditë me këshyrë, kur për ndodhin zgjedhjet, ndodhin nesër do të më koni ka që me i bo zgjedhjet. Por është qasi organi, ku nuk qartifikohen partit, konfirmohen, verifikohen listat, që të punë e kanë ata, është organi pambarën ku presidentja duhet në bazat ditore me kontrolu pa anësin. Nëse e shef që po anon, e shkarkon. Pra nuk keni qenë i pajtimit edhe kur e ka shkarkuar Valete Dakën? Të organet tjera o mirë besembre, FSK-ja e rekomandon, i kanë procedurat, i kanë regulorët, i kanë kush duhet mu propozu për gradim, propozot, presidentja e ka vetëm shënimin nga organet e shtetit. I plëtson dhe si plëtson kushtet. Nuk duhet emni përveç shumë me u pranu më ndryshu. S'munët. Edhe ambasador të kanë ditë, pse kena ambasador politik na. I ka këfotën, një treta o politik. Meret i politik, një tretën e kitë qoj. Ta një fligji. Raporti me dialogu me Serbin për normalizim. Energjia. Ne duhet të mirëmi vesh se mund të ndihmojmë. Nuk kemi qeveri, po në qëto 4 qështën nuk kemi dalime. Dojme shku në Bruxelles, në NATO, në BE, do të me morë pjesë në proceset mëdhaja, me lobu, me punu bashkë në ekipe, me nda, me mirë besim, se këto e në procese në interes Republikës. Ja kemi bo dhe këtë ofertë, Zotit Kurti, marët. Por është qilë si lider dhe si partije vetë mjaftushme, dhe kur nishi vetë mjaftushme, që e forcon Zotit Kurti. Pas djetorit e natyrshme që ndihej si i tilë, fitoj me një shumicë të papar deri në atë moment. Se po shkojmë zgjidhje kur je vetë mjaftueshëm, nuk je. Sa i përket qeverisë, po them? Po nuk je, qeveria është vetëm dega e rëndësishme e pushtetit të ekzekutivit. Po i ka disa degë të pushtetit Kosova tjera, me që ta ka popullin e vetë, që do të më kujdes. A do ishit gatshëm që pas zgjedhjeve të djetorit... Që ne me bon sens, pa kur farinati politike, jemi ofru dhe kemi punu. Edhe agendën e fundit mas zgjedhjeve të 28 djetorit. Zotë Kurti nuk e ka thonë publikisht. E ka mojt një ko për vete, ma ne ka thonë. Rezultati zgjedhjeve më jep mu kredit politik,
me bë konstituimin e kuvendit, me zgjedh qeverin, me ratifiku ligjet ndërkombëtare, me bë buxhetin e mandej me zgjedh presidentin. Edhe ne kena thonë kjo është prioriteti joti, kjo është agjenda jote në rregullimi. Por... Po, ashtu paraqes të hierarkinë e gjërave. Po, ka mund me zgjedh... Du të ketë një rrjedhë. Ka mujt krejt 5 hapat me shkri me një hap. Edhe nuk ishme folë sot për çështjen e presidentit. Sikur pas zgjedhjeve të dhjetorit, pas i mori atë pushtet që mori, atë fuqit votës, t'ju thëriste juve për bashk koalicion, ku futët edhe çështja e presidentit, do ishim në një situatë stabile politike sot, me president të zgjedhur, me juve në qeveri. Pas shkurtit nuk keni pranuar, në asnjë formë, po pas dhjetorit, do pranonit një ofertë që a bënte në shkurt? Natyrisht që po. Natyrshëm, racionalisht, do është me pritë që çështja e presidentit me qenë pjesë e pakos një marrëveshje, fillon me gjitha partitë politike, e përfundon me disa që janë ato që ndërton bashkëpunim. Fillon me krejt, pse jo, dhe përfundon me ato që të ofron zgjidhje më të mirë, më të pranueshme, më të besueshme. Zotë Kurti vazhdimisht e ka thonë që LDK është partinë që unë shoh mundësi bashkëpunimi dhe ne e përballum situatën e vitit kaluar, ishme të gatshëm me ulë me bisedu. Dhe nuk është ndodhur asnjë lloj problemi mandej në ndërtimin e një marrëveshje politike, atëherë ka pas drejt legjitime zotë Kurti me thonë dëgjoj, po flasmi në këtë kohë për qeveri, për kuvend, çështjen e presidentit besoj kësaj here më takon në emër të votave qytetare, legitimitetit. Nuk kam nevojë me marrë shef para juve, se agent fshirë, ju njoftoj që zonja Osmani nuk është kandidate e jonja, unë e kam një kandidat që i besoj ma shumë, që besoj që edhe ai mundet me ndërtu bashkëpunim me ju, e ka emrin kështu, ajde po bisedojmë për një marrëveshje për kuvend, për qeveri. Pra, sinceritet, në kuptimin e këtë fjallës. Politikisht këtë në regullë, korrekt, nuk ka nevojë, se në politikë, sinceriteti, ta përsejmë budallaki. Në kuptimin që tu tregonte me ko që nuk mbështet zonjën Osmani. Me ko, po, me ko ish, LDK ka mund me më këthynë në organet caja, me thonë dëgjo, ne po hynë një bashkëpunim për legislativ, për ekzekutiv, dhe japim shtete për president. Ju adini që Zoti Kurti me ne është morë, ka bo marrëveshje politike për qeverinë e vitit 2020, në Kurti një që quhet, jo sa Osmani u zgjedhen kryetari kuvendit, na këna bo marrëveshje për president, cili ka pas me ndodhë vitin 2021. Është fakt që na ka morë ma shumë kohë çështja e presidentit, por në fund jemi pajtu, në formatin takim kanë qenë unë dhe Gjonja Vjosa Osmani, dhe Albin Kurti dhe Besnik Bislimi, kemi mbyllë pakon e marrëveshjes ku ka i kuvendi qeveria presidenti. Ministrat edhe është finalizu. Kjo ka qenë qasën që ne kemi punu, ata qasën të në njofin. Pra, ai koalicion ishte ndërtuar mbi këto premisa, ku ishit marrë vesh edhe për presidentin. Atëherë, nëse këthemi. Po kush ishte emri atëherë që u pajtuat për president? Kishte një emër? Sa Mustafa ishte. Pastaj ndodhi si ndodhi, u shkarkua zonja Osmani nga pozita e nënkryetarës në LDK. Isa Mustafa s'kish leju në asnjë mënyrë me ndryshu qeveria me pas marak me morat pozit. Sepse emri ti ka qenë i konfirmum për 2 partnerve kryesor që e kanë bosh shumicën e madhe në atë kohë. A ka qenë kjo një nga arsyet se u prish koalicioni pra ndër të tjera, edhe kjo një nga arsyet? Zhvillimet politike kanë qenë jashtëzakonisht shpejta, veprimi i njanshëm i Zotit Kurti në raport me qeverin, edhe në këtë rast me Ministrin e Punëve të Brendshme në atë kohë, ka qenë ajo që ka tregu qartë që vështirë është me besu që marrëveshja bote pa prekon, sepse unë e më koni bindon, dhe gjo, parametrat fillimisht, më kalon me besu që dalimet që janë largu, kanë qenë bobat kundisona, për mos me leju me të shpërthyjnë qeverisje, ne këna largu këta dalimet. Nga pikpamje sot me nga kjo Thimin e LDK-s, mas çdo procesi politik që unë e kom definu dhe vazhdojmë me besu, post independente në Republikën tonë, një periud post independente LDK është të bo përpjekje të vazhdueshme me gjithë rrugën për rikthim të madh. Kjo është një mundësi që me 7 qershor, më qunë kam burra gra, njerëz që besojnë këtë Republikë,
që me rikthy rolin e LDK-s shtet. Tendenca në Kosovë është të bo që partia më bo shtet. Që të majtit e moderum nuk e bojnë. Po ata që besojnë ideologjit majt më shumë. Nuk është e majta pako sociale vetëm, barazi sociale, andim sociale. Ne kundërshtojmë këtë lloj politike, do të vazhdojmë me folë me njerë që Republika të konstitutuarët vetë, ata qeverisit i kanë provu gjithë. Do shkani me programin e njëjtë, apo do të ndryshani diçka tek programi që kishit në vjetor? Ka 2 vjetë gjysë që Kosova vetëm ka degradu, keq ka do të me bo update në program është, do të me po problemet që janë thellu. Se çështjet ekonomike, ku ne kemi programin ma të mirë, ma të besueshëm, çështja e energjisë, po ashtu çështjet sektoriale, arsimi, shëndetësia që në 2 sektor të mëdha, familja, si politikë që ne kemi lansu, ku hyn edhe programi bujqësor, ma vonë edhe krejt, infrastruktura, çështja autostradave edhe investimet publike, janë çështjet që ne vetëm dohet me fresku dhonat sepse janë degradu. Janë shtrejtu fatkeqësisht, sepse inflacioni dhe probleme tjera,